në verën e këtij viti, unë mendua që të kalonte për të miratuar në kuvend, pra përpara pushimeve të sesionit parlamentar, por nuk kaloi sepse u bë shumë problem nga grupet e interesit, ku Prokuroria e Përgjithshme nuk ishte ftuar, dhoma e avokatëve të Republikës së Shqipërisë, një sër grupe interesi të cilët normalisht duhet të ishin thirrur nga Ministria e Drejtësisë për të dëgjuar lidhur me pretendimet apo me propozimet e tyre. Dhe ky kod, pra kodi i ri penal, në gjykimin tim është një kod i cili më falni, është një kod i cili ngjall shumë polemika dhe shumë probleme, sepse duke filluar që tek mënyra se si janë hartuar nene të posaçme të kodit, lë shumë për të dëshiruar nga ana e teknikës legislative, duke sikur këto nene i kanë bërë student të vitit parë të Fakultetit të Drejtësisë, pra shumica e këtyre neneve janë në ChatGPT dhe përsa i përket edhe parashikimeve ligjore, gjë që janë të palogjikshme nga ana e parimeve kushtetuese, por edhe parimeve të cilat ne i kemi nënshkruar, pra flas për parimet të cilat janë të sankcionuar në konventat ndërkombëtare, ku ato janë detyruese për vendin tonë dhe në asnjë mënyrë nuk mund të bjerë një ligj i posaçëm, pra siç kemi kodet, pra edhe pse miratohen me 84 vota të deputetëve, këto ligje duhet në asnjë mënyrë që mos të bien ndesh me akte ndërkombëtare të ratifikuara. Dhe për të ardhur tek përgjigjja e pyetjes suaj, ne kemi konkretisht të bëjmë me nenin 108, paragrafi i 2 i këtij neni, që parashikon të gjithë ata shtetas shqiptar, qytetarë të cilët kryejnë marrëdhënie seksuale jashtë shtetit, do dënohen 2 deri në 6 vite burg. Kjo është një nonsens, sepse përsa i përket marrëdhënieve seksuale, to është sikur edhe një çifti ose 2 të dashurve mund t'i ndalosh seksin, që është diçka biologjike. Do dënohen personat që janë në lidhje jashtëmartësore? Kjo ka të bëj vetëm me ata të cilët kanë, pra nuk janë të martuar, pra mund të jenë një çift që janë të dashuruar apo të dashur, po përveç saj, nonsensi tjetër është që agjencia apo personi i cili mund t'i ketë ftuar, por edhe agjencia që i ka mundësuar udhëtimin, ban përgjegjësi penale dhe për këtë mbaron edhe personi juridik, që do të thotë do të bllokohet edhe personi juridik që ka krijuar këtë mundësi, që në rastin konkret është agjencia e udhëtimeve. Kjo nuk është një çmenduri, mund të them, ku po merren, ndoshta ka marrë ndonjë model nga vendet islamike, të cilat kanë sheriatin si ligj të tyre, sepse nuk shpjegohet ndryshe. Është një handikap, po ti marrësh pjesën ndërmuese të neneve, nuk kanë fare një logjik juridike, por edhe një teknikë legislative e cila të lë shumë për të dëshiruar, është një nivel shumë i ulët, mizerabël. Pyetja e fundit që kam lidhje me këtë pjesë të kodit të ri penale është fakti që është absurde mënyra si do vërtetohet. Fakti që këta kur të rikthehen në veten tonë do kryhet një ekzaminim mjekësor, që do vërtetohet që kanë kryer ose jo marrëdhënie, është absurde ta mendosh mënyra si do vërtetohet. Po pikërisht këtu qëndron absurditeti, sepse në momentin që kemi një normë penale, ne së pari duhet të shikojmë që çfarë negativiteti apo çfarë dëmi sjell shoqërisë, pra kryerja e një marrëdhënie mes 2 të rriturve, kjo është në dëshirën e tyre, pra nëse ata kryen një marrëdhënie brenda dëshirës, patjetër që nuk mund të imponohen. Ne tani jemi njerëz të lirë, pra nuk jemi në Republika Islamike, ku marrëdhëniet të cilat konsiderohen përpara martesës apo jashtë martesës konsiderohen si vepra penale dhe kemi dënime
penale të ashpra, siç mund të jetë goditja me gur e femrës apo dënime të tjera maksimale lidhur me kryerjen e këtyre veprave penale në këto vende. Por ne jemi një vend evropian ku kemi nënshkruar dhe miratuar konventa të cilat kanë qëllim mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit dhe kjo është një drejtë që kanë të gjithë qytetarët për të kryer seks apo për të kryer marrëdhënie seksuale me njëri tjetrin. Vetëm një mbatu të fundit, tani si çfarë thot konkretisht ky nen për sa i përket marrëdhënieve seksuale, a është mirë rënë dënimi që ose ti kryen me të huaj apo me shtat shqiptar? Nuk ka ndonjë parashikim, por nocioni, pra hapësira është 2 deri në 6 vite, sepse varet nga personat të cilët e kanë organizuar të takim, që do të thotë, nëse ne na fton, pra një çift e fton një person i përbashkët apo një afër në Itali, po marrim një shembull, dhe mjafton që të ekzistojë ftesa e këtij qytetari apo mikut përbashkët, futet edhe ai si bashkëpunëtor në këtë krim dhe më e forta është se ky nen parashikon që për të dy do të ketë dënime penale, si për mashkullin dhe për femrën, dhe për personin që e ka ftuar. Kjo është problemi më i madh dhe nonsensi juridik dhe logjik. I bie që me këtë ligj do mbushen burgjet. Pra burgimet do të mbushen më shumë se sa Patjetër do të mbushen dhe mjafton që të kemi një denoncim nga një person i cili mund të ketë inat një nga këta 3 persona dhe pastaj prokuroria është e detyruar që të bëjë ndalimin dhe arrestimin e tyre, sepse nuk ka se si ta provosh ndryshe. Faleminderit. Faleminderit.